Nuk është më ti e që bie para lufte, ne me komunat si qytetar asnjë lidhje s'kem pas. Se vetëm lidhje që na ka lidh me ta kur policia kanë arrestuar dikant, ose kanë kërkuar dikant. Për ndryshe, sa më larg tyne e kanë më mirë. Ne kur i shohim bashk zyrtarët e komunës me fshatar bashk dhe ka bëjnë projekte bashkarisht, na bëhet zemra mal. Dhe kjo duhet na shtyj ta falenderojmë Zotin shumë për të mirat që na ka dhënë i Madhi Zot. Sepse as ëndër se kemi pa ndonjëherë që neve na vin asfaltet në përfshatna tona. Se s'ke pas pe kujna me prit, pe ti ke prit me të burgos, me dha dajak, bëki edhe me të myt krejt, andaj pe armikut tan pa pret, me ardhe me të shtru rrogt, e me thonë mos gabon me dalë rre këto, kjo ka qenë diçka absurd, diçka pakapshme. E Allah e ka sill situatën i Madhi Zot dhe ka bërë këtë vend, shka ka dush, mrena kofinit ton, shtetit ton, shka veton, shka dath, shka pa marrë me veti sen për më mbrojt, eventualisht na i derregar Allah i ndërof ndalët ose mashta në joj, s'ke qa më tut për as kujt. Dhe këtë siguri, këtë rahati që kemi një në Kosovë, shumë vendën botë nuk e kanë. Me thonë drejten, kjo drejk ose dorë kështu, ma shumë është për me njof njëni tjetën këto e me bashkëbisedu, sepse na kemi obligim dhe pagumi me u shërbi juve. Bismillahirrahmanirrahim. Ndëruar përfaqësues i fshatit, apo basis lokale, ju qytetar, vëllezër, të këtij fshatit bukur, ju vëllazën përfaqësues të komunës së Kamenicës, të gjithëve. Selam aleikum rahmetullahi wa barakatuhu. Sigurisht se jam i nderuar që sa jam nesën e ju, dhe kam pranuar ftesën me kënaqësi me ardh, ani pse ftesë kam pas gati 2 vite ka përmarr këtë vend, konkretisht këtë shtëpi dhe nër këtë lis të bukur që ka kriju Zoti, por kismet pas ka qenë sot. Natyrisht, unë nuk e kam ditë rastin e tubimit, tani kuptova që pas ka qenë një rast i veçantë, dhe tash po kënaq na hala më shumë, sepse për ju që jeni kënaq, ju ka ndëru këta djem ju, respektivisht komuna ju ka ndëru me këtë rrugë që kanë shtru, dhe kjo përpas që është obligim prej anës së tyre që ceken këta, nuk diskutohet, e kanë obligim, për të njëjtën kohë është edhe ofrimi i dorës së bashkëpunimit, vëllezërve, qytetarëve të kësaj komune nga ana e qeverisjes apo qeveritarëve lokal, sepse nuk është më ti e që bie para lufte, ne me komunat si qytetar asnjë lidhje s'kem pas. Se vetëm lidhje që na ka lidh me ta kur policia kanë arrestuar dikant, ose kanë kërkuar dikant. Për ndryshe, sa më larg tyne e kanë më mirë, dhe ata sa më larg teje, apo ti e kanë më mirë. Andaj, na që kemi nxanë që nashta gati shumica jonë këtu, që kemi nxanë atë periudhë, ne kur i shohim bashk zyrtarët e komunës me fshatar bashk dhe ka bëjnë projekte bashkarisht, na bëhet zemra mal. Na bëhet zemra mal dhe kjo duhet na shtyj ta falenderojmë Zotin shumë për të mirat që na ka dhënë i Madhi Zot. Sepse sigurisht jo këtu, po edhe nëna përfshatna tjera, anën banë Kosovës, as ëndër se kemi pa ndonjëherë që neve na vin asfaltet në përfshatna tona. Se s'ke pas pe kujna me prit, pe ti ke prit me të burgos, me dha dajak, bëki edhe me të myt krejt, andaj pe armikut tan pa pret, me ardhe me të shtru rrogt, e me thonë mos gabon me dalë rre këto, kjo ka qenë diçka absurd, diçka pakapshme. Andaj, subhanallah, Zoti sjell punët e veta, e Allah e ka sjell, e ka sjell situatën i Madhi Zot. I Madhi Zot e ka sjell situatën dhe ka bërë këtë vend, shka ka dush, mrena kofinit ton, shtetit ton, që kështë që me shta kofit e vegjel që ka, por me gjithatë, elhamdulillah për neve në balë, kënaqësi e madhe, shka veton, shka dath, shka pa marrë me veti sen për më mbrojt, eventualisht na i derregar Allah i ndërof ndalët, ose mashta në jojk, s'ke qa më tut për as kujt. Kjo është dhëntia madhe të madhe të Zot. Dhe këtë siguri, këtë rahati që kemi një në Kosovë, shumë vendën botë nuk e kanë. Që kuj kena bëshnjakt atjene.
Ata para neve janë çliru, me thonë janë çliru në thojza, por hala kanë të lashe shumë të mëdha. Edhe sa shteti madh Bosna, sa 3 herë Kosova gati. Hala kanë plagë, që ato plagë, sa pa vini për rritën. Komunët e Pelësita e plagë, një ditë edhe me dalë gjaki, edhe me kap në farë infraktën e farë, e që bie në farë e zezë lufte. E neve Allahu na ka ndëru shumë. Tani, qysh na ndëroi i madhe Zot me këtë pavarësie, me këtë lirie, me këtë vend tonën që na kthej, edhe pse na dëbëj dushmani tjerë, na ka ndëru edhe me këta përfaqësues të mirë, që janë të popullit, janë djemë të mirë për toke. Dhe këta e kanë obligim, po është edhe cilësi e mirë. Njerëzit do të jenë modest. E me qenë modest është kusht me qenë bara me vllazën, poshtë, me vllazni bashkë, për toke. Ullën tonë tokë, ti në tokë. Hajnë tonë buke langë, ti buke langë. Për toke me konë, me ta bashkë. Sepse ki 2 shkollë ma shumë, apo ki 2 dinar ma shumë pare, apo ki 5 trohë ma shumë, kjeve që dohet me të pjek, me të bu hala ma modest, e jo më të rritë mendja e më distancu pej njerëzve. Allahu na ruajt. Pra, për pas kësajna, është knatësi gjithashtu që Allahu na ka qëtë mirat shumëta, sikur këta është qemë të hangër, parzit deshta me thonë të hangër buk, por thash pipe nga i këta vllaznin, gjithë të mesh, gjithë të mira. Zoti jam. Në zaman, sultanat se kanë pasë qështu. Pasha, zoti sultanat se kanë pasë qështu. Në zaman, tana jem dëshmitar, pra për thëmë në përjashtim, që një do të fëmijët vogël, tanë dëshmitar jem na. Në zaman, me hangër një 10 e caj dreke, e ke përmente më të 2 jetë, ma ka bërë një drejk të mirë filani, se ma kesh qitë një pitë të mirë, ose ma kesh prej një pull të mirë, që atë një pull të katonit, na 10 vetë kem që ngurën pullën. 10, po knaqëm, që pom një pull, edhe patu me hangër një drejk të mirë. Sa një pull e hanë njeri vetë, la ilaha illallah. Sa qësat mirat e Zotit kanë të pru. Allah i ka quktu. Nuk bënëm na ku me ditë sa mund, po Zotë i qaj. Na i qaj Allahot mirat, shumë shpejt na i qaj. Pa mund të madhë. E tani, që kërkan Zotë i pej neve? Që kërkan Zotë i pej neve? Edhe këtu po du më nalë pak ma gjatë, pa desht mi jo marrë kohë. Sepse këto nuk bën me kalu lehtrobi pa u nalë pak, në raport me Zotin tonë. Pra, me na thonë Zotin ditën i kemi të orëp të mi, ako me na thonë, orëp të mi. Gjithat të mira e kom kriju për ty. Të njiva buk, këta qenë më të vjetër, këta edhe kanë përjetu, apo prind të tyne që kanë fokarallak i madhë. Na gjenerata jonë, jo ashtu. Nëse kemi nëzanë, falë Zotit, me dëru thmija tonë ditën, e me kajt nga uria, skamja, jo. Se kemi nëzana, por e kanë nëzanë. Ne kanë nëzanë. E i madhi Allah ne ka qukë të mira. A më në robi që nuk ka më llogarit për to, ditën e kiametit. E më pytë, po Zot mi qove ti, po në të qova, o robi jam, po ti që bane për mu? Që bane për mu? Me plët respekt, që këmë vllaznia këto. Na kanë bëtë që të mirë. Po e falenderojmë, dhe kjo është e falenderimi, Allahu është përbleft, po është cilësi e shkëlqyshme, se u kanë lypë. Por, nërë, respekt, me afru me zveti, me falenderu njani tjetrin, me falenderu Zotin mbi gjitha, me tërgu qytetarët që në bashkë me komunën, komuna është me qytetarët, janë një në fundja krejtë shërbim njani tjetrit, e tjerë, që janë të mirat të ndërsjelta, por me gjithate, nëse një rebelohën pak, dhe leqës që shtrujmë drejk, po edhe një ku me gurë, ose i shajmë, a këta ne shtrujmë rrugën. Se lejme falenderu, po edhe i shajmë, i kritikujmë. Që ka ndo? Herën tjerë të thëjnë, ane. Kër shkeshme të rëkit derën, atje thëjnë për 7 sahat, për 87, dikur këthejsh të shpia, e kur të zatësht në rrugë, thët, jo, se na pëgjina me buki, pa na gjuni me gurë.
E jo ty. A kanë të drejtë? Po. Kanë të drejtë, moralisht, ligjërisht, kanë të drejtë njerëzit. Unë pa tepi ujë ty. Unë namin, nuk thash që bëna namin, po që të mundësi e kam. Unë aeroplan soj tepi. Unë kam mundësi me të apru të ujë që të. Ujtë kam mundësi me të apru. Me emër të Zotit. Kam mundësi me të apru. Edhe me të apru. Ujtë. E të pëse falenderë njeri? Pëse s'bë është ara falenderus? Se kundër të asajnë është mendje madhë. Kundër të falenderimit është mendje madhësia, onësni për ty. Në shonë kje punë kështu. Pra, që du me thonë me këte? Robin ndaj robit, pa dhe në familje, pa baba i cili ka rritë e vladën e vetë. Cilë dhe për neve, që kemi vladë. Sa mundin e madhe banë për e vladë. Ka nërë i banë 2-3 punë për e vladë, 2 punë, a vladë se din. Ka nërë baba, sa baba doron unë, shkan pe këtu të Prishtinës, në kam me nicë, unë shkan pa hangër, këthejet pa hangër, me ruj dinarin për e vladë. Sa du shko që asi njerës. Për vete nuk lakmane me vishteshat mira, harane kure për të rinë vetën, për e vladë. Dhe në fund qaj e vladë, kur të bëhet në 18, 20, 25, pa asë që do me një për babë. Që ka ndodhë që ashtë? Pa vete qatë babë, thëtë mësën vetë për ta, mësën vetë për të për e zetë Zotit. Më mërë se vladë e kiti dhe i dje, e vladë e kam, mësë të kësha pas heqë. Zotia mësë të kësha pas heqë, mësën vetë për ta. A bëva ki ke punë? Po bëva ki. Pse? Sepse vladë nuk është falenderus në e babës. Kaq? E rebelion, kë rebel. Kjo është ka dezertu, kjo rebeliona. Ndaj kuj ndaj babës vetë, që ka hak mas shumë të ndaj babës. Të ndimër baba i vesh malë sa ka pas për e vladë. Pënën 8 orë dhe 10 orë, a me të ka të thmija, të sabija. Kur të vjen me ka përqafe, me përqafu, me ullë prehen, me knash me të. A i shkrihet për e vladën e vetë. Dhe kërë rrët, i tha babës të zdin, snim për të, ose del shkan ku dijune, kap grune thminës dhe me një për baba ka, s'ka, mërzit, e tjerë. Pra, baba është në gjendje, anë pëse ti përveshtirë rralë, me thonë, Zoti jam, por, për që shtu, ashtë ta thonë ma mirë, me se pasit. Pse? Sepse se falenderove. Sepse nuk është cilë mirë dhe babës. Po mirë ndaj Zotit. A nuk jem hak ndaj Zotit na. Për të mira që ne ka dhonë Allah. Pa e përsërit edhe një herë dhe pa e nëmusë se nëmëran. La ilaha illallah. Pa në pasimit të në dheta, që të bimë, që të vend që të, një, jo që ishë bo nami, po me gjitha të, në ndë dijen tonë, bak ishëm tutë, mos po vjen e far patrolla diko në policisë, që hanë i mbledhi këto. Dhe në kështë bo të lashe tani. A konë që është doja? A ka mujtë marë? Ka mujtë marë. Tash, asi me konë që i ikom, se s'na bo kur gjo, asi me konë që i keshëm atina, se s'është e për mi kesh, a i zemë për mi kesh, se se ki mikte ata. Asi thu bërëm, asë du të qa më po, qysh më sielas. Ndërsa sot, gjithë të mira që ne ka dhoni ma dhe zëtë, do të me qenë rë falenderu, sa jo njerës. Falenderus me qenë s'na kushton kur që. Falenderimi ngrehni metën e Zotit, sigur se këta bëk. Pejgamberi kanë sallallahu kur të hongsh bëk, thuj bismillah, po kur të përfundosh, thuj elhamdulillah. Bismillah, në emën të ati që ka kriju bukën, në emën të ati që ka kriju ujën, në emën tina. Elhamdulillah o Zot që ma mënsove, ma sole këto, dhe ma mënsove me hongër. Sepse dikuj në jasjel, për nuk zënë me hongër. Ose se për në dora me hongër dhe të me ushqy, ose se përballon organizmi atina. Tjetë e përballon, për s'ka. Aty të ka pru Zoti, falendero për këtë nimet Allah, po falendero për nimetet e tjera. Andaj, falendrem të madhë, të pandam, Zotit e kofshin falë që në ka dhe zona ka drejtu, në ka bo musliman. E kjo anë e juja këta, në pse këtë Kosovë, alhamdulillah për Zotit, me shumis absolutët, anë e ka njerë gjithë sigurisht, jenë musliman, besojnë Zotin hak. E nuk kem nevoj me lakmu kërkujna në din. Nuk kem nevoj kërkujna me lakmu në kultur.
Pasha Zotin s'kem nevoj kërkojmë i lakmu. Sepse na jena për me në lakmu. E jo na me i lakmu të tjerëve. Kjo është din. Kjo është din. E feja është gjithë shka për insanin. Sepse Allahu ka dërgu, sepse është e Zotit, nuk është e insanit, po është e Allahut. E ati që ka kriju këtë gjithësi. Dhe hedin që ka dëhet insanit. Andaj, ajna ka ardhuru neve, më afru me zvete, më dasht me zvete, tjere, me punu për vatane, për dine, për këshillake, për shëshnije, për milësie, për eranije, tjere. Ajna ka ardhuru. Dhe ne ka të rekë vërejtën, roju një punëve të këqia, roju një dëllavereve, roju një mashtrimeve. Sa jetë e hadithë flasin për këshillake, për vlazni lak. Ata jetë e kujna i flasin. Ty dhe mu, ruje vlaun tanë, ruje fisin tanë, ruje vlazin e tu, por ruje dhe këshit, por ruje dhe vendin, por ruje dhe tjertë. Se të pagun i madhës, ja i s'pam dënë, s'pam respektan, unë nuk bini velti, sepse unë marrë fejnë vesh ma mirë, sepse unë kom tjera menë, unë kom të mjetë e kod vetat, unë nuk me bini veltina. A i bo, a ki matë më 2 vjetë, a se lefën së më thjerë, a ki djallë më i gjesk, ose këshërit 2-3, jo në thjerë, sepse Zotë më ka obligue, me rujt lidhen fare fesnore, me respektu këshillakën e vlazni lakën e tjerë. Allahu arrujt këtë vlazni lak, ja Rabbel Alemin juve, e Zotë ju dhash bereqet, për ki drejkë shumë të mirë që o knaqëm, e Zotët falenderim për të mira që ne ka qu, e për këtë natyrë, ka shmirë që ka qu i madhe, Zotë që ka kriju, e kush mundet me kriju, e kush din me kriju se i madhe Zotë. La ilaha illallah, për ata Allahu sa jetë, për fillim dhe në fund Koran, në thërët, me meditu, me këshyrë natyren, me këshyrë malet e kodrat e detet e lisat e pëmët e hajvant e hajt. Këshyrë e një vëshqeni, këshyrë që ka kriju i madhe Zotë, që ka kriju i madhe Zotë. La ilaha illallah, që ka kriju i madhe Zotë. Insani veç metë, veç jetë goj hapë. Ku që kanë që ditet ma shumë se sa në vendin tjetër. A ka lypë Zotë i për neve diçka që ne krija, lypë të atima diçka. Knash në robët e mi, me të mira që akë më dhonë nëne. Hanë edhe për një knashtë, por falenderam një mua. Falenderam një mua, bon në robë falenderus, e jo robë robelus. Se nuk e danë Allah robelimi, nuk e dëmendje madhësin. E danë ata robë që janë falenderusën, elhamdulillah, o Zotë ju për të mira që ne ke dhonë. Edhe ne themi Zotë tonë, elhamdulillah, o Zotë, për këta bukë që hungërme, për këtë neje, për këtë mundësi që na dha i madhe, Zotë, elhamdulillah, edhe i organizatorë Allah i shpërblefte, të gjithë ju Allah i pagufte, ato motra vllaznije tanë që kanë kontribu me bukë të bogatë, gjithë Zotë i pagufte, ja Rabbel Alemin. Allah i ndëru, faleminderit shumë edhe për ftesën. Ishte kënaqësi shumë që isha sot me juve, inshallah takojmë për të mirë ja Rabbi. Faleminderit edhe ju e djem. Allah i shpërblefte, Zotë në bënë halal. Selam aleikum.